të pirim, i tha, orë një pim, i tha pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Po kam frikë se këta do të mendojnë që kam frikë me vdekje. Po pse hallë këtyre keti? Atyre që kem kam aty. O vlezër. Po pse hallën e miletit keti? Ty të interesat gjoja e parë nga tjetë që ta ka urdhëruar Zoti në Kur'an, ruaj veten tënde. Kul la ilaha illallah. Thuaj, thot Allahu xhalla xhelaluhu, thuaj la ilaha illallah. Në Kur'an urdhër. A thot pa më shohin ndamo se kam shkuar në xhami së drejt? Ha? Pret pak hoç se të falem pak tinz. I thamë falën këto mes milete, po jo gjithë ky milet. Pse që kanë mileti? Po miletin do hek brek laguriq midis pazarit o vëllezër. Të imlu, po i bësesh të Zotit tat. Laguriq, burrë, gru, zhvishet mes pazarit. Sa doni pazarit? Tha 20.000 euro, tha. Zhvishnë, tha laguriq. Midis pazarit. Ti ke problem u fal mes pazarit, me i ul Zotit gjithësisë, krijuesit gjithësisë, nuk po i përulesh as pronarit, atij që ka në punë, as në i servilizëm tjetër i pushtetit, i ministrit, atitit, i përulesh Zotit që ka problemi madh. Edhe ai pat frek, tha, këta do thonë, tha, pat frek në vdekje. Po lerës është thonë, tha, voti, ata e kanë prefatur në xhenemin. Kur çlirohu për i këtij lloji, se ky lloj të fik derë. Ky lloj të lëm xhenem. Ky lloj të le pa shpejt, le pa pasuri, le pa gru, le pa burr, le pa martu, ky lloj të le pa punë di shkatror kreditën. Lidhje jote nuk ka lidhje me asnjë. Ka lidhje me Zotin e gjithësisë, edhe ai do të bëjë sebet që do të rregullojë punët tuaja. Edhe ngeli.